Азир Алиу од Алијанса за албанците во Клик Плюс изјави дека по 9 мај има потреси во Дуи, образложувајќи дека обединувањето на Влен и внатрешната демократија ќе бидат позитивен пример за граѓаните. Unë pres që pas 9 maj të ketë dridhje në anën tjetër, për shkak se qytetarët do të shohin se mund të shka edhe ndryshe, se bashkimi ban fuqi, se demokracia e brendshme është pozitive për qytetarët, që mos vjedhet partia politike në aspekt politik veç nga një mindset, të krijohet sistem veç nga një mindset dhe të merret fuqia, të vjedhet fuqia politike nga çdo qytetar, po e kundërta ty jepet atyre dhe fuqia politike të jetë në deg dhe në ndeg, jo tek një zyrë vogël e quajtur kryetar partie. E pse po mendoni që do të ketë dridhje në anën tjetër? Te cila anë po mendoni tek BDI? Për shkak të qasjes, për shkak të qasjes, tani kur do të krijoni një sistem i cili do të pyetet çdo qytetar, edhe njerë potencoj dhe do të jepet hapësirë që idetë e tyre, qasja ndaj politikës të jetë reale, do shiqoni se si do të ndikon pozitivisht për shtetin, por negativisht për opozitën. Алиу додаде дека по 9 мај Влен ќе се обедини во една политичка партија и Алијанса за албанците ќе биде представена со подпредседател, а таа позиција ќе припадне на пратеничката Мимоза Муса. Ne do të jemi të përfaqësuar në partinë e re me nënkryetar, do të jetë Mimoza Musa, është deputetja jonë, është një zonjë e cila si në aspekt politika edhe njerëzor, edhe kapacitetet intelektuale, unë jam i bindur që do të na përfaqëson me dinjitet, por ama mos harroni edhe diçka tjetër që pas 9 majt Влен има është një parti politike. Во Клик Плюс Алиу зборуваше и за Агенцијата за електронски комуникации каде се уште не е избран нов директор. Тој рече дека директорот треба да биде албанец, но се бара политичен експерт. Според него, ситуацијата е иста и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, каде се уште не е избран заменик директор, позиција која му припаѓа на Влен.